Me që se janë 11 komisione, ke të qartë ku do jesh, apo si bëhet, për shumë, shkon veta të vendosin as ti është kjo? Duke se unë nuk jam pjesë e një grupi parlamentar. Grup parlamentar. Pra, i bie mos ti fare në asnjë komision? I drejtoj një kërkesë kryetarët e kuvendit, dhe e kam bërë këtë gjë me zotin Niko Berleshi për t'u përfshirë në komisionin e ligjeve. Te komisioni e ligjeve. Çfarë ke marrë si përgjigje deri tani? Edhe ndoshta sepse duan të ndryshojnë në fillim komisionin dhe pastaj në diskrecionin e. Ndajnë. Pra, nëse do zoti Peleshi mund të jesh, nëse s'do s'jen asnjë antar komisioni. Ai duhet ta miratoj dhe eventualisht e miraton seanca plenare. Po. Megjithatë, mado mendja se do të dojë një farë justifikimi ose një lloj argumentimi se pse e refuzon këtë si kërkesë. Flogert? Në fakt, mua më vjen mirë që kanë rënë ato perdët, kanë rënë formalitetet. E tha pak Sefa, çfarë duhet bëj formalitete kot me gjitha ato numra që ka. Ralfi flet si shtetar, sikur këtu ne kemi institucione shëndosha, edhe këtu tani edhe deputeti presim konstruktivitet. Jo, deputeti ka drejtën e vet se ai është i barabartë me Ramën në parlament. Kuptimin e deputetit të kupton se pastaj pozicioni është tjetër gjë. Unë thjesht po them apo jo, Sefa, jam i sakt. Si deputeti Muçi është i barabartë me deputetin Rama. Njëtin vlerë. Njëtin vlerë. Janë të dy deputet të Tiranës. Jo, e diun rrogën edhe pensionin do e marrin një lloj, po flasim për real politik. Pra, thelbi është ky, që çfarëdo që të pretendojnë deputeti apo ish deputeti, real politika është kjo. Pra, aty nuk po ndodh asgjë që ne nuk e dimë. Aty po ndodh fiks ajo që ndodh te kafja që thot Ralfi. Vetëm se aty tani, edhe ma ndolle pak kur the atë historinë e faktorizimit, polarizimit, është një Big Brother. Dhe unë u habita se si Big Brotherin e ri, doktori dhe Partia Demokratike e nisën kaq dobët në performancë. Duhet ishin më të ashpër, po thua. S'kishte as bilbila, as boj, as parfume, as një gjë më burr. Një mungesë energjie totale, një çorganizim jashtëzakonshëm. Unë besoj se doktori ka bërë në një takim, në një mbledhje pastaj, është lënë ndoshta kur të votohet qeveria. Është shqetësuese. Sepse kjo lloj bashkëqeverisje që po bën Rama me doktorin, ku kodin elektoral e bëjnë si duan vet. Amnistin penale e bëjnë si duan vet. Reformën territoriale njëri do bëj sikur do bojkotoj, tjetri do dali kundër, ku diun se çfarë. Nuk bojkotojnë me jo, do vjen bashkë. Do ndodhi siç është vendosur, kam përshtypjen që tani, sa bashki do jenë, si do ashtu, ka mbaruar. Edhe ajo të 101-shja që thot Rama, besoj se edhe e ka mbaruar. Ato e ka thënë Lulzim Basha ndër të parët, dhe gjithë ata që kanë qenë me Lulzim Bashën, me krye Sali Berishën, janë me Sali Berishën. Po. Kështu që me dy dhoma. Këto historia që u mërzitën ata që morën 4 komisione se po më fal, se na ka rënë për shkak profesionit të ndjekim komisionet. Në çdo rast, opozita, kur nuk ka dashur, e ka bojkotuar dhe mazhoranca ka vazhduar punën. Ka pas kryetar, s'ka pas kryetar, e kupton? Pra kjo është një histori që ne, do e diskutojmë se vetëm pjesë e parë. Jo, dakord. Unë prandaj pyeta Ralfin nëse është i rëndësishëm komisioni apo vetëm Rama dhe Berisha, prandaj. Unë nuk e kam me ty. Jo, në rregull. Ata që na ndjekin, po dua të jem maksimalisht i drejt për drejt dhe i sinqert, duke ju thënë që o njerëz, mos u habisni. Nuk është në finale doktori do thotë atë që ka thënë për Gazbardhin. Pra, tha për Gazbardhin që ai do t'japi llogari për vrasjen e Pirin Xhuvanit në Elbasan. Kur u pyet pasi kishin bërë rimartesën Bardhi dhe doktori, tha, ato janë deklarata politike. Kupton? Pra, në finale, ne i kemi parë të gjitha. Kjo që shohim tani, me emrat e rinj që thot Ralfi, janë një pjesë e mirë, jo të gjithë, sepse ne njohim dhe nga dyja kampët, njerëz që janë njerëz me integritet, janë njerëz, po të marrë kot 2 emra, vetëm për të mos. Një e kemi këtu, po të marrë dhe 2 për shembull. Ardit Bido edhe Besar Xhaferaj. Për shembull, për t'i bërë 3. Nuk po hyj te Vojo Kushi sepse ajo është histori tjetër pastaj. Pra në finale çfarë ndodhi? Asgjë sendi fare. E vetmja gjë që pas ka ndodhur sot
është që kanë bërë sanduiç Redin, Agronin edhe Erald Kaprin, që janë tre këta të zonjën e Zonjën, po. Zonjën Dajko. Adriatiko Shabanit dhe asgjë. Fillon një telenovele re, po e dobët, shumë e dobët. Domethënë, aty po nuk është Rama o Denis, e ke vënë re? Po. Mungon entuziazm.